Dhe pedim gjendjen që është në komunat për shkak të buxhetit, e dim që kuvend më nuk ka, a keni ndonjë kompetencë që ta zhbllokoni këtë situatë në këto komuna? Siç e dini, çdo kompetencë që e kam shfrytzuar, fillimisht duke kërkuar që kuvendi të mblidhet para se të votohet qeveria e mandatarit të dytë, në mënyrë që një nga pikat e ndara të rendit të ditës të jetë edhe buxheti për kryeqytetin, për Gjilanin dhe për Zubin Potokun. Ajo ka qenë pikë e ndarë e rendit të ditës, nuk është lidhur fare me buxhetin për 2026, kështu që kush ka dashur që kryeqyteti të ketë buxhet, ka pas mundësinë që ta votojë si pikë të ndarë dhe kanë pas mundësi që tjerat mos t'i votojnë, por vetëm atë ta votojnë. Fatkeqësisht, kjo nuk u shfrytëzua si mundësi, edhe pse ka qenë e lejueshme edhe me kushtetut, edhe me ligjet në fuqi, madje edhe me praktikën parlamentare, që një gjë e tillë të bëhet, sepse askund nuk ndalohet që kuvendi nga momenti i konstituimit të mbajë edhe seanca për tema tjera të rëndësisë nacionale siç janë këto. E dyta, pasi ka dështuar mandatari i dytë, ne kemi një aktgjykim të gjykatës kushtetuese të vitit 2020, i cili thotë që kuvendi nuk shpërndohet automatikisht. Pra edhe kur dështon mandatari i dytë, akoma kemi kuvend, deri në momentin kur unë e nënshkruaj dekretin për shpërndarje. Dhe unë nuk e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje, qëllimisht i kam ftuar një herë partitë politike dhe i kam ju lutem para se ta shpërndaj kuvendin, kthehuni edhe një herë në sallën e kuvendit. Unë ju pres këtu. Miratoni marrëveshje të ndërkombëtare prej 1.1 miliard, të cilat edhe ashtu kërkojnë 2/3, miratoni buxhetin për kryeqytetin dhe komunat që akoma s'kan buxhet, RTK-n dhe zgjatjen buxhetore për 3 muajt e parë, i cili do duhej të ishte vendimi i kuvendit. Kam kërkuar nga kryeministri, e kam pyetur, a mundesh me heq dorë nga buxheti 2026, që vetëm këto pika të tjera t'i trajtojmë, dhe ai është pajtuar që të hiqet çështja e buxhetit 2026 nga agenda dhe të shkohet në seancë vetëm me këto pika tjera. Pra 1.1 miliard marrëveshje ndërkombëtare, buxhetin e Prishtinës, Gjilanit e të tjera, si dhe zgjatjen buxhetore si akt të kuvendit. Mirë po fatkeqësisht nuk ka pasur dakordim nga partitë e tjera. Mundësi ka pas me u miratu, mirë po nuk ka pas vullnet politik. Si presidente kam shfrytzuar çdo instrument, dhe duhet tani të pyesni ata që i kanë refuzuar këto propozime që i kam dhënë, pse i kanë refuzuar. Tani, vetëm pasi kanë insistuar partitë politike që nuk donin të miratonin, unë e kam nënshkruar dekretin për shpërndarje të kuvendit. Tani më kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse kuvend nuk ka, dhe kjo është arsyeja pse s'ka kaluar buxheti i Prishtinës, nuk ka